Këtë javë isha në Izrael, i ftuar deri në seancën plenare të parlamentit të Izraelit, Knesetit, një nder që bëhet rrallë dhe që mbart një peshë të jashtëzakonshme politike dhe historike në këndvështrimin e ligjvënësve të atij vendi. Në Jeruzalem ishte Shqipëria që vendos në pjedestalin e një respekti të jashtëzakonshëm dhe përtej emocionit madh personal, akoma edhe më i fortë ishte një emocion kombëtar. Sepse ajo ftesë ishte një vlerësim i madh për Shqipërinë, për historinë e saj, për mënyrën se si gjyshrit tan ditën sillen kur historia vuri në provë njerëzimin dhe për natyrisht atë që Shqipëria është sot në arenën ndërkombëtare. Fjala ime në Kneset ishte fjala e një populli, në fakt, që nuk dorëzoi askënd dikur dhe që sot nga zemra e Izraelit mundi të flasë me qartësi për dinjitet njerëzor, për kujtes paqeje dhe për përgjegjësi në një botë të trazuar ku feja duhet jetë melhem dhe jo helm mes popujve dhe në gjirin e popujve. Nga ana tjetër në Izrael ne hodhëm edhe një hap konkret drejt së ardhmes me themelimin e dhomës tregtisë shqiptaro-izraelite, një instrument i ri bashkëpunimi që hap rrugë të reja për të ardhmen e përbashkët. Kjo vizitë në thellësinë e vet kishte një përmbajtje të atill që i shërben jo vetëm arsyeve pse u bë, por i shërben edhe të nesërmes si një gur themeli për të ecur së bashku në një rrugë ku ka plot arsye, të paktën për ne nga ana jonë, që t'i referohemi Izraelit si një vend me një zhvillim të jashtëzakonshëm, si një vend me ekspertizë të jashtëzakonshme, si një vend me realitete të jashtëzakonshme në fushën e teknologjisë, në fushën e bujqësisë, në fushën e sigurisë, pa diskutim, dhe për gjitha këto arsye unë jam vërtet krenar për atë që u bë në javën që lëm pas. Dy fjalë për zhvendosjen e zyrës kadastrës së Vlorës në Tiranë. Dhe janë dy fjalë që duhen thënë, sepse edhe një herë tjetër u ngatrua qëllimisht ose më falni idiotësisht adresa fizike e zyrës me shërbimin për qytetarët. Agjencia Shtetërore e Kadastrës ka kaluar prej kohësh nga një model shërbimi primitiv me sportele, radha, zvarritje etj. Në një model shërbimesh online, ende i pa mbyllur plotësisht në të gjithë ciklin e vet, por gjithsesi përmes platformës Albania, ky model mundson që shumica e procedurave kadastrale nuk ka nevojë për paraqitjen fizikisht në një sportel të qytetarit. Kartela pasuria, vërtetime, regjistrime aktesh, kontratash, vlerësime, të gjitha aplikohen dhe ndiqen online nga kudo ku ndodh qytetar, edhe nga Amerika. Tani gjithë kjo zhurmë dhe ky tension që u ndje në atë lëvizje lidhet jo vetëm me një perceptim të gabuar apo edhe informim të mangët, por edhe me një mendësi e cila duhet përmbysur. Dhe duhet përmbysur duke pasur parasysh që e nesërmja e afërt, jo e largët e kadastrës, është një shërbim si plot shërbimet tjera, pa sportele,
pa godina fizike të shpërndarë në territor, por me akses në çdo shërbim si një drejtë themelore dhe një drejtë që merret përmes celularit, që merret përmes kompjuterit më të afërt dhe që nuk ka asnjë lidhje me vendodhjen e zyrës. Ky nuk është i pari si veprim për zhvendosje të një drejtorie vendore në qendër dhe nuk është as i fundit. Të tjera drejtori do të zhvendosen dhe ndërkohë ajo që po punojmë për ditë pa pushim është që të sigurojmë mbylljen e ciklit. Pra, jo më aplikim online dhe pastaj marrje mbrapsht të shërbimit me postë, por aplikim online dhe marrje të shërbimit me njëherë po aty online. Këtë javë janë shpallur edhe të gjitha dëmshpërblimet për 15 bashkitë e prekura nga zjarret e verës së kaluar për periudhën 15 qershor-15 shtator përmes Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, që nga Martësia e Madhe, në Krujë, Rogozhin, Peqin, Tepelen, Delvin, Has, Kukës, Dibër, Kamës, Librasht, Gramsh, Maliq, Finiq dhe Dropull, të gjitha këto territore të prekura nga zjarret kanë tani më në dispozicion masën e përcaktuar të dëmshpërblimeve sipas dëmeve. Është bërë një punë shumë e detajuar dhe është krijuar më e rëndësishmja e gjithë korniza për të bërë të mundur që dëmshpërblimi të shkojë aty ku duhet dhe cili do që është dëmtuar të marrë atë që i takon. Ministri i Mbrojtjes bëri me dije në një konferencë gjatë kësaj jave shumë detaj lidhur me buxhetin e mbrojtjes për vitin 2026, i cili e ka tejkaluar objektivin bazë të shpenzimeve për mbrojtjen, duke shkuar mbi 2% të prodhimit të brendshëm bruto, pra mbi atë pragun standard të NATO-s që është edhe pragu standard për të gjitha vendet anëtare. Ky nivel shpenzimesh tregon jo thjesht një shifër që është më e lartë se sa pragu, as një angazhim thjesht për të shpenzuar, por tregon edhe një qasje proaktive ndaj detyrimeve tona, jo vetëm ndërkombëtarisht, por edhe për të zhvilluar një industri të re të mbrojtjes. Është buxheti me investimin më serioz në mbrojtje historikisht dhe këto përmasa financimi, struktura e financimit flasin për fillimin e një kthese strategjike afatgjatë, që nuk kufizohet më në blerje pajisjesh apo thjesht në modernizim përmes blerjeve, por synon ndërtimin e kapaciteteve të qëndrueshme ushtarake dhe industriale këtu në vend. Dhe kjo qasje lidhet me një bazë vendore të industrisë mbrojtjes, lidhet me investime në prodhim, jo vetëm për nevojat e brendshme, por dhe për eksport, lidhet me transferim teknologjie dhe mirëmbajtje, lidhet në instancë fundit me atë domosdoshmëri të prekshme që tani më mund ta ndresojmë sepse i kemi krijuar mundësitë, është një Shqipëri tjetër me fuqi të tjera për të bërë të mundur që në sektorin e mbrojtjes
shteti jo thjesht të shpenzoj, ajo vetëm të shpenzoj, por edhe të fitoj. Dhe duke fituar të riinvestoj. Dhe duke investuar dhe reinvestuar të rris edhe mundësit për punësim cilësor të mirë paguar. Një tjetër adresim i javës ishte adresimi që u bë nga Ministri i Financave. Dhe e sjell këtu sepse ka një subjekt me rëndësi, subjektin e informalitetit në ndërtim. Dhe faktikisht jemi në një proces ku shohim përmirësime të vazhdueshme fal qasjes aktive të Ministrisë Financave dhe të autoriteteve tatimore për të mos lejuar që informaliteti të godas në mënyrën më të padrejtë familjet e atyre që punojnë në sektorin e ndërtimit. Dhe kemi të reflektuar në fondin e pagave të kontributeve shoqërore dhe shëndetësore në sektorin e ndërtimit një rritje domethënëse. Një rritje domethënëse që do të thotë një deklarim shumë më real të pagave, pasi administrata tatimore dërgoi rreth 15.000 mesazhe të personalizuar, të cilat dan si efekt që për rreth 18.000 punësuar, fondi i pagave u rrit me 9%, ndërsa kontributet me 4%. Po ashtu, ulja e numrit të pagave në fashën 500 eurove është domethënëse ashtu siç është rritur ndjeshëm numri i pagave mbi 700 dhe mbi 1.000 euro. Një rritje deri në 18%, si dhe paga mbi 1.200 euro me një rritje mbi 10%. Këto janë tregues të qartë, jo vetëm të faktit që pagat janë rritur ndjeshëm, por mbi të gjitha të faktit se edhe ekonomia informale po ulet ndjeshëm. Kthehemi tek të ftuarit e episodit 4 të sezonit 6 të podcastit Flasim. Këtë herë me një grup ftuarish të ndarë në 2 pjesë. Dhe pjesa e parë janë 2